Prej 3 ditësh, 50 mjetet të tonazheve të rënda kanë mbetur në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, pjesa më e madhe e cilëve janë kamion që vijnë nga Turqia dhe Maqedonia e Veriut, ashtu siç ka drejtues mjetësh që vijnë nga vende të tjera që përdorin Shqipërinë tranzit për të kaluar në shtetet e Bashkimit Evropian. Drejtuesit e mjeteve tregojnë se prej 3 ditësh ndodhen në pritje për të vazhduar udhëtimin për ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri, në vendin e quajtur Ura e Arave, i ka detyruar të qëndrojnë në pritje. Njëri nga drejtuesit e mjeteve tregon se pritja e madhe ka shkaktuar probleme ekonomike për të dhe shumë të tjerë. Prej 3 ditësh jemi këtu, jemi vërtet në gjendje të vështirë. Qeveria shqiptare duhet të bëjë diçka për këtë situatë. Si qytetar turk më vjen shumë keq që shqiptarët ndodhen në gjendje të tillë. Shqiptarët janë vëllezërit tanë. Ne duam që edhe këtu të ndërtohen rrugë moderne. Makinat tona po shkatërohen. Sa herë kalojnë këtu, i çojmë automjetet në servis. Gjendja e rrugës është shumë e rëndë. Prej 3 ditësh po presim në vështirësi. Jemi në situatë të keqe, flem në kamion. Nuk kemi as një vend afër ku të ham diçka, as restorant pranë, as vend ku të blejmë ushqim. Çdo gjë shpenzim, shpenzim, shpenzim. Vërtet jemi në gjendje të vështirë. Çfarë do të bëjmë? Do të presim. Jemi të detyruar të presim. Nuk kemi alternativë tjetër. Do të presim hapjen e rrugës. Kur do të hapet rruga? Kjo tashmë varet nga ju. Një tjetër drejtues mjeti nga Turqia thotë që puna e tyre ka mbaruar tashmë, ndërsa u duhet të flem prej ditësh në kamion. Buka jo mbaroi, që nga e diela jemi këtu. Sot është dita e tretë. Sipas informacionit që kemi marrë nga klienti, thonë se rruga do të hapet premte në provë. Djena thanë se do të hapej, pritëm, por thanë se dolën probleme të mëdha. Po presim, s'kemi çfarë të bëjmë. Po flem në mjete, brenda në automjet. Erdhëm këtu, rruga ishte mbyllur. Ndoshta do të zbresim poshtë në qytet, në pazar, të blejmë diçka dhe të kthehemi sërish. Po presim, jemi të detyruar të presim. Turqi, jo Turqi, mund të shkojmë edhe në Kosovë. Nuk mund të bëjmë dokumente, procedurat tek vendi juaj. Nëse i bëjmë në Kosovë, mund të hyjmë sërish në Shqipëri nga Kosova, por atje nuk po na i bëjnë. Një shok shkoi, por nuk ja u bën. U kthye sërish. Vetëm në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës hyn dhe dalin më shumë se 200 mjete të tonazheve të rënda. Pjesa më e madhe vjen nga Turqia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa në dalje volumin më të madh të eksporteve e kanë fermerët e fushës së Myzeqes. Mjetet e tonazheve të rënda që nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës drejt Shqipërisë janë duke përdorur aksin rrugor Korçërsek-Leskovik-Këlcyr të Pelen për të shkuar në destinacionet e tyre, kryesisht në Tiranë. Burimet siguruara pranë doganës së Kapshticës bëjnë me di se pjesa më e madhe mjeteve të transportit nga Turqia kryesisht janë duke përdorur këtë rrugë nacionale që nga dita e bllokimit të aksit Pogradec-Librasht. I njëjti burim tha se në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës hyn dhe dalin çdo 24 orë, më tepër se 100 mjete të tonazhit të rënd. Numër më i madh regjistrohet në hyrje nga Greqia drejt Shqipërisë. Volumi i transporteve në nivelet maksimale vjen nga Turqia.